bashkë me e dy tjerë. Kishte edhe tjerë në burg, po. Të shte i hiku kjo sprova, kalojte. Alhamdulillah. Pra, mos harro. Ke shoku, ke miku, ke pronari, ku ti je, çat ka dhënë atje, lek, punë, mos tradhto. Ja ku e ke shemë e Jusufit alayhis salam. Edhe i dashur i Zotit do sprovu. Të zhera në burg. Ata shok të burgut sa e pavor, që këtë djali mirë, thënë, ishte të nuk për immoralitet, e këshin futa e 7 vjetë. Pas kishte bon, ha? I ka përzojë. Allahu që le fletë Kur'an, edhe të Allahu i mruti, me gjitha të e thot, për mu tha, fjale mami. Se më në thot në njëne që, pa më mashtroj, ruash, pra qeshma t'i këshpeja, më mashtroj. Më dha leke, kishte qenë kështu, kishte qenë ashtu, unë s'desha, u rrejta, i rrejti e pas qërë shtetë të Zotit. A i tha, edhe unë mund t'isha dhe prej i moralbet, po më mbrojti Zotit një. O Allah, më mbrojti, i me dhe derë, kishte ka më shku, mre, dhonë, galeri. Kur atë burg të shi, inna në rake, minel mohsinin. Ore për të shohën që ke djali mirë, ma, ti. Ore kena i haldëne. Zotit që në gjërër për jam mësoj Jusufit alayhis salam, me i spigu dhe ondër. Pra me pas pa e ondër, ta kalëzot në këtë mërënë të sekundit. Se qëfër ka, sepse Allah e kështë nësoj. Nuk o se ishte i merit e veçanë dhe këti, ja. Për shemëll, Hazreti Isa alayhis salam, Allah më shirë, njëllë të degullit. Pa i njëllë të Isa alayhis salam? Ja. Se po t'ishte kështu, ishte ndryshë, pa ja. Allah, edhe kura kanë pëti, mrekulli e madhe dhe, ja vëllaj. Unë thënë dhe ozlat, njëllë të gjami. Edhe, ata këshin pa hamë. Të dy. Dhe njënë i tha, ti do lerohesh me burgu, do të dalësh. Po kur shkojsh atje, tha, që të takosh atë mbretin, qoj selam për e me e, që kom loni një rritë minë atë në burgu. Nërsa, ti tjetëri tha vëllaj në vjekesh, po ti do të vritesh, do të poshkatohesh. Edhe ashtu i nëmë. A i doli edhe e poshkatohesh në mbretin. Nërsa ki doli i gjallë, tjetëri. Mirë bëharoj, ta kujtoj. Pra, qërë themin e, apo qërë thotë Allahu që në gjelalu, asë njerë, të kujtoj Allahu, se rubi haroj. Edhe ti më së shtetë për rubi. Gjitha shpresët i më varë këtë dhe që qëtë bëjtë, jo, të qështë e është rëpë Zotit. Zotit ka dhanë pasuri, i ka dhanë men, jo, kaj. Atë shi Allahu po se betë filonin, që të majnë punë, që të regulojnë, gjitha gjona. Ama ati është baza, që Allahu që në gjelalu. A i haroj, mredi pëllafaqohet një handër shumë të ranë. I mlodhet në magjistarët, në mashtrusë, që kishtë një djetarë, këtë asnjë. Djeta jonë është të gjallë, që vend ditët e zisë, ata shëmleshin me lopë të doktër dhe lopë të shëndoshën. Të shëndoshën hajshin të doktër, pra që të regojë se do të ketë vite zi, pra vitet e bollekut, që do të mjëllë që do të rregulloshin, do të bajshin gjallë të vitet e thata. Po kështu dhe kallet e grunit, i mësoj gjithë, edhe shkopi mu di njëri e tjetë burkë, që i dimë. Përfundimisht që e theri mbreti, thot hajde, konsultovi. Ja spjegoj se qëfar do të thot kjo që ke pa, dhe qëfar do të bëjmë, i tregoj Jusufi alayhis salam. Mirë, por në këtë moment, mbreti i tha orë, unë s'kom bakë se njëri ujë. Atëherë mene këtë ekonominë të drejtojë, mos di para ka çfarë të bëj me këtë lloj gjendje ta. Si do të bëj këtë gjendje ta? Me këtë fatësinë, mos di çfarë të bëj ta. Si ta furnizoj, si ti mbaj njerëzit me bukë. S'u ka rënë herë kështu. Merret atë. Po tha, unë e marr. Nuk ndryshoj
nuk ndryshoi Jusufi kur ju dha pushteti. Pra, edhe atje në burg ngeli Jusuf. Nuk ndryshoi. Edhe ai qëllimi i jonë sot në këtë reflektuar që rrethanat e jesë të bijnë shumë gjana. Të bij me të shkatru njerëzit, vëllezërit, me të dëmtuar anëtën. Të ngelesh prap njëri në shtetë të këzote që në zhraru, si që në dhe Jusufi a.s. Jo me dhjetën a me brave, edhe nëse shkemi gjuhër, jo. Te prap të ngelesh njëri. Po të bij moralitet me bollek, si që shohim sot në. Allahu në rujtë, shumë njerëz se ju bej moraliteti me bollek, edhe pushteti i bashkën bashkë. Edhe kanë thonë ato të heshën, kujdes se një i pasur i ri edhe të dhe thot, ndrosh fi, ndrosh është një, ndro dhe gru. Me atë që fillon jetën e kaluan bashkë me fëmi, me gjitha begative zore, ja, si e modhe. Kanë dalë sa tjere dhe që. Leke ku të qëjtë e unë shumë, pa më gjebat me lek, me të edhe të merë më në prapë. Po më në fillon bashkë me fëmi, si jeti, me ato njërë se rejë unë të shumë, nuk jeti. E të betohëm Zotin, o vëzër, betohëm Zotin, kujti kanë dalë të shprehje prej goje, nga ata që kanë pas të dy edhe pushtet, edhe pasuri, Allahu i ka dënu. I dini ma mirë se sa unë. Pse? E ka mallkuar. E ka mallkuar. Një njëri pa e hedhë në rrugë atë bashkëshortën, për shkakun e një gruaje tjetër, me dy fëmijë. Edhe atë ke porta vetë, kur po hikta jo, pa drejtësisht i thëmë ndave. Me i thare fjallë tjere, dhe më thëmë përhatët një gruaje jotë nërshme, tha, më leje mu që jam e nërshme. Zdo të më kishe bon këtë punë, me gjitha të thëmë, po të thëmë pa dalë prej porta, tha, Zoti e martë